Mirëmëngjes njerëz, ja ku jam edhe sot për këtë emision të titulluar Mesazhi i yjeve në fat e në muzikë. Edhe sot, në fund të horoskopit, do të analizoj një tjetër këngë të madhe kundër luftës. Unë personalisht dhe Radio Sol, besoj, jemi kundër luftës dhe unë mundohem që në atë të voglën ton të propagandoj këto mesazhe kundër luftës. Shpresoj dhe uroj që këto mesazhe të arrin edhe tek ju që na dëgjoni dhe ndoshta të gjithë së bashku mundet edhe të ndikojmë sadopak. Ne bëjmë tonën. Tani, unë me horoskopin tim do të mundohem t'ju ndihmoj juve sadopak në jetën e përditshme, në punën tuaj apo ndoshta edhe në jetën private. Ndaj, pa e zgjatur, po filloj horoskopin. Dashi. Në një nga episodet e vjetra të filmit serial Star Trek, komandanti i një anije hapësinore të shekullit të 24, se film fantastiko-shkencor, duhet të vendosë se si të sillet me dy armiq, të cilët janë në luftë ndërmjet tyre. Duke mos ia dalë të gjejë një zgjidhje, vendos të nështrohet një testi me një makinë robot, i cili ishte në gjendje të gjente virtualisht një këshilltar, i cili mund të na jepte zgjidhjen më të mirë në çfarë do lloj situate. Po kujt i drejtohej për të këshilluar? Atëherë ai vendosi që të kthehej 18 shekuj më mbrapa, në vitet 500, dhe të takonte Leonardo da Vinci, që është i shenjës Dashit, në studion e tij. Pasi i parashtroi problemin, Leonardo da Vinci i dha një këshill. Kur imagjinata jonë nuk e gjen dot përgjigjen që po kërkojmë, duhet t'i referohemi një imagjinate më të gjerë. Çfarë do të thoshte? Do të thoshte që në një moment delikat e të vështirë, duhet të jemi me mendje sa më të hapur e të mos ndikohemi nga paragjykime si për njerëz, si për situata. Kjo vlen edhe për ty, o njeri shenjës Dashit, burra, grua, qofsh në këtë periudhë. Hiq paragjykimet dhe zgjidhjen do ta gjesh se s'bën. Qoftë në punë, qoftë në familje, qoftë në një marrëdhënie dashurie që po të mundon. Kudo qoftë, do ta gjesh zgjidhjen kudo qoftë. Demi. George Carlin, lindur më 12 maj, ka qenë një komik amerikan i shenjës së Demit, i cili është klasifikuar i dyti ndër komikët më të mirë të skenave amerikane. Në një nga paroditë e tij ai ka thënë: "Sa po kuptova drejtimin, sensin e jetës, e ndruan." Shumë e bukur. Kjo është një batutë e komikut amerikan, por që ty o Dem, burra, grua, qofsh, duhet të frymëzoj për këtë periudhë të mbetur të këtij viti 2006 muaj të vitit 2026. Edhe sikur gjërat të shkojnë në vaj, ti duhet të mos kënaqesh, por duhet vazhdosh të kërkosh përgjigjen e pyetjes: kush është qëllimi i vërtet që unë kam në jetë? Dhe lajmi i mirë që kam për ty o Dem, burra, grua, qofsh, është se në qoftë se ti vërtet nisesh nga pyetja që sapo të thash në këtë periudhë, domethënë deri në fund të këtij viti, do të gjesh përgjigjen e ca pyetjeve që për ty kanë ngelur enigma. Por duhet fillosh që këtë javë. Binjakët. Piktori anglez i viteve 800, John Constable, ishte i shenjës binjakëve dhe ishte i specializuar në pejsazhe. I pëlqente të pikturonte fushat dhe çdo gjë që kishte të bënte me natyrën rreth shtëpisë tij. E adhuroi zhurmën e ujit që rrjedh, adhuroi shelgjet vajtues, drujnë të kalbur buz përrenjve, gardhet e bëra me dege, me balë dhe muret që ju ka rënë suvaja. Janë pikërisht këto gjëra që mua më bën piktor, thoshte ai. Binjak. Burra, gra, qofshi, ju këshilloj që të ndiqni shembullin e piktorit John Constable. Duhet filloni e të kaloni pak më shumë kohë duke admiruar natyrën e fushave, e maleve, natyrën e egër, kudo qoftë, sepse kënaqësia, shplodhja dhe qetësia që do të gjeni, do t'ju frymëzojnë e do t'ju ndihmojnë
për të shkëputur nga rutina e ngarkesa mendore e kësaj periudhe edhe do t'i japin pak më shumë vend pjesës emocionale dhe shpirtërore, me pak fjalë. Për të realizuar idenë apo marrëdhënien që po përjetoni, ju duhet një shkëputje, larg zhurmës dhe kaosit të përditshëm urban. Ju duhet qetësia e natyrës. Për në zhargonin Tiranës sot, për t'u ftilluar. Gaforia. O Gafore, a e keni dëgjuar ndonjëherë Ariana Stasinopoulos? Është një gazetare dhe shkrimtare greke që është naturalizuar amerikane me emrin Ariana Huffington dhe që është themeluesja e The Huffington Post, një prej blogjeve më popullore në Amerikë. Ka lindur më 15 korrik dhe është e shenjës Gafores. Në një prej artikujve të saj ajo shkruan: imagjinoni një drynë me një kombinim shumë të komplikuar të përbërë nga 8 numra. Edhe pse mund t'i dini 7 prej tyre, dryni nuk do t'a hapni dot në qoftë se nuk gjeni numrin e 8. Është vetëm një 8 dhe duket si budallik, por pa të dryni nuk hapet. Të thot gjë ky shembullo Gafore, bura grua qofsh, sipas mendimit tim, që edhe unë jam një Gafore, në pozitat e astrologut kësaj radhe, kjo Gafore i ke gjetur 7 numrat e para, por nuk di akoma numrin e 8 dhe derisa ta gjesh dryni, figurativisht, do më thënë problemi apo enigma që ke, do të ngelet e mbyllur. Nuk di të them se ku ta gjesh, por di të them që e ke para syve. Edhe në ambientin ku punon a jeton, zgjidhjen numrin e 8 e ke shumë afër. Mjafton të hapësh syt. Luani. Kam folur edhe herë tjetër për një aktor dhe një humorist amerikan që quhet R. Becker, i shenjës Luanit. Në një nga paroditë e tij me titullin Budisti i smur, Sikes Buddhist, ai mburet për aftësitë e tij shpirtërore duke treguar që është i aftë të bëj hip-hop, për të treguar se sa i aftë është, duke ndjekur edhe këshillat e mjeshtrit të tij budista, i thot: instruktori, trajneri im i budizmit na dha detyrë që të meditonim për 45 minuta. Unë ja dole ta mbaroja meditimin, vazhdon ai, për 10 minuta. Diçka të tillë, figurativisht, parashikoj edhe për ty në javën në vazhdim, o bricjap, bura grua qofsh. Punë që për të tjerët janë të vështira e të lotshme, për ty do t'jenë si një lojë fëmijësh. Vë bast që do t'i japësh zgjidhje shumë shpejt sa problemeve apo vështirësive që për të tjerët do të duan ndoshta edhe ditë të tëra. Kjo do t'jetë edhe një provë që do të nxjerrë në pa aftësitë tua. Virgja Resha. Komiku, aktori, shkrimtari, producenti dhe regjizori amerikan Louis A.K. i shenjës Virgja Reshës, tregon se si njëherë vajza e tij ishte me temperaturë dhe ai dha një ilaç që kishte shije në Çumçakizit. O ba, ishte ankuar ajo. Ky ilaçi me këtë shije Çumçakizi ma shpith. Nuk mund të thuash ma shpith, ishte kthyer Louis, që përveç tjerave ishte edhe i dëshpëruar nga gjendja shëndetësore e saj. Me këtë ai donte t'i thoshte që ajo ishte një vajzë e bardhë amerikane dhe si e tillë ishte nga fëmijët më me fat në botë, ose të paktën shumë më shumë fat, kishte shumë më shumë fat se sa mirë të tjerë që ilaçet as nuk i njihnin dhe jo vetëm, por nuk dinin jo shijen e Çumçakizit, por as atë të karamelës. Kjo le të shërbej si vërejtje për ty, o njeri i shenjës Virgja Reshës, bura grua qofsh. Je në një moment dëshpërimi, por dije se vuajtja jote është qesharake në raport me vuajtjet e vërteta. Fillo të mendosh se sa me fat je, sa gjëra të janë realizuar dhe në vend që të prekupohesh për një pengesë të vogël, mendo
se sa me fat je. Je njeri me fat, mos u anko për kocësira. Peshorja. Ko më parë në Suedi, lëvizja makinave ishte në krahun e majt. Pastaj, pas disa studimesh, u pa që ishte më mirë të kaloj në krahun e djathtë. U thau bë, dhe ligji kaloi në 3 shtator të vitit 1967. Për spostimet më të rëndësishme, trafiku dhe lëvizja u ndërpren për orë të tëra derisa u futën ndryshimet e nevojshme të sinjalistikës e tjera. Shumë prej automobilistëve u ankuan vazhdimisht për faktin që ju ishte dashur të ndryshonin zakonet e tyre, por pasi farë kohe, çdo gjë shkoi më së miri dhe jo vetëm, por ul shumë edhe numri i aksidenteve rrugore. Po ju, o peshore, bura graqofshi, a jeni gati për një ndryshim të tillë? Që është një ndryshim drastik në jetën apo në aktivitetin tuaj? Cilat janë ato zakone apo rituale që duhet të ndryshoni? Të jenë sa të duan e çfarë të duan. Ndryshimi duhet të bërë dhe duhet ta bëni. Shigjetari. Në muret e katedrales së Shën Pjetrit në Rom, ka shkrime në të gjitha gjuhët e botës, besoj, se të gjithë që shkojnë lejnë nga shnim. Një nga shkrimet e fundit, ose ndër të fundit, është një kërkesë në anglisht për të ringjallur një serial, një sitcom të vdekur amerikan. Aty shkruhet, Zot, të lutem bëj që të ringjallet seriali Njihu me prindrit, Meet the Parents. Pse e tregova këto akrep bura grua qofsh? Sepse sipas mënyrës time të interpretuarit të mesazheve të yjeve, ky është momenti më i mirë për të qenë po aq i guximshëm ose aq e guximshme sa ai apo ajo që ka shkruar këtë kërkesë në murin e katedrales së Shën Pjetrit. Të guximshëm për të mbrojtur me kurajo kauzën tuaj, dëshirën tuaj, qëllimin tuaj. Kërkojeni këtë që të thash. Për shembull, për t'ia prezantuar kauzën, idenë apo projektin tuaj dikujt që është superiori apo shefi. Dhe nëse do që gjëja të funksionojë, duhet edhe ti të lesh shenjë që ka më shumë influencë pozicioni yt se sa vendi. Nuk e dia u shpjegova. Mos i mbaj gjërat brenda, sepse askush nuk ka mundësi t'i dëgjojë. Shigjetari. Vepra nëpërmjet pasqyrës është vazhdimi i Alicia në botën e mrekullive. Ndërkohë që po e shkruante, Lewis Carroll, autori që është edhe i shenjës shigjetarit, i kërkoi disa këshilla piktorit ilustrues John Tenniel, i cili i sugjeroi me shumë takt që në njërin prej kapitujve të bënte një ndryshim. Lewis e dëgjoi dhe në veprën që sot është në qarkullim nuk është më takimi i Alices me një blet llafazane që mbante një paruk të verdhë, që e mbante si kresht mbi kokë. Tani, supozojmë që piktori yt ilustrues jam unë o shigjetar bura grua qofsh. Të këshilloj që të shohësh me pak më shumë vëmendje një marrëdhënie dashurie të cilën po e përjeton dhe të mos përdorësh gjëra të tepërta si ajo bleta llafazane me atë parukën e verdhë. Ji i vërtet dhe pasa jesa. Britsjapi. Rrjeti televiziv CNN para ca kohësh ka transmetuar një emision për 2 kokëruajtur, 2 skinhead, 2 neonazist polak, të betuar kundër hebrejve dhe këta të dy ishin edhe të martuar, pra ishin një burrë e një grua, të cilët papritur zbuluan që të dy ishin hebrej. Gjatë luftës dytë botërore, prindët e tyre, nga frika e persekutimeve naziste, e kishin mbajtur të fshehur të vërtetën e origjinës. Shumë vjet më pas, kur Instituti i Historisë Hebraike të Varshavës informoi që ata të dy i përkisnin grupit etnik të cilin po aq shumë vite
e kishin urryer me shpirt, ata të dy mësuan një shok të vërtet. Dhe që nga ajo kohë u kthyen në hebrejnë praktikues të vërtet dhe filluan të frekuentonin rregullisht një sinagogë ortodokse. Tio Bricjap, bura grua qofsh, mbase zbulimi për origjinën tënde nuk do të shokoj si këta që sapo tregova, por të siguroj që ti do të ndrosh mendim për veten tënde. Bricjap, bura grua qofsh, kjo është java që duhet të shohësh dhe të merresh pak më shumë me të shkuarën tënde, sepse do të shohësh më qartë rrugën për ku je nisur, do kesh të qartë qëllimin për ku po shkon. Ujori. Të gjithë njerëzit mund t'i përballin vështirësitë, ka thënë presidenti i 16 Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nëse doni të njihni karakterin e vërtetë të një njeriu, jepini atij pushtet. Sa e vërtet. Kemi mendime të ndryshme për njerëz të ndryshëm, të cilët sapo marrin pak pushtet, transformohen, shndrohen dhe na duken tepër të largët, tepër të panjohur. Kjo që sapo ju citova nga presidenti Abraham Lincoln, që është i shenjës ujorit, këtë javë për ju o ujor, bura grua qofshi, o bura grua qofsh, do të marrë një kuptim të veçantë. Deri më sot, pra gjithë të periudhë të shkuar të vitit 2026, ju o ujor, bura grua qofshi, e keni kaluar më së miri testin e vështirësive. Por ju ka ardhur momenti për një provë më të vështirë. Integriteti juaj dhe pafajësia, sinqeriteti dhe vërtetësia që ju kanë karakterizuar, vallë, a do t'i bëjnë ballë pushtetit që do të keni mbi të bashkëpunëtorët apo mbi të afërmit, mbi atë pushtet që do t'ju jepet pa pritmas? Tregojeni që jeni të pathyeshëm dhe ndaj forcës që pushteti ju jep. Peshqit. Nga një herë rritemi në një dimension dhe jo në një tjetër, dhe rritemi jo uniformisht. Ka thënë një shkrimtare amerikane me një emër tepër të gjatë që po ua them. Do më lejoni nëse mund gaboj në gjë, se emri është tepër i gjatë. Quhet Angela Anis Juana Antolina Rosa Eldemira Nin i Kulmel. Emër tepër i gjatë. Në botën e botimeve, një thjesht Anis Nin, dhe është e shenjës peshqive. Ajo në shkrimin e saj vazhdon: shpesh jemi shumë të pjekur në një fushë të caktuar dhe shumë fëminor në një fushë tjetër. Tek ju o peshq, bura gra qofsh, ky pohim i fundit në këtë periudhë ka qenë shumë i dukshëm. Shumë evident. Për shembull, inteligjenca juaj intelektuale ka qenë në lartësinë e duhur, në kulmin e vet, në të kundërtën asaj që ka qenë inteligjenca juaj për sa i përket organizmit, trupit, shëndetit tuaj. Çfarë dua të them? Dua të them që në periudhën e vazhdim, në ditët në vazhdim, në ditët që vijnë, tek ty o peshk, bura grua qofsh, nuk mjafton vetëm shëndeti mendor, por duhet të bësh i mençur apo e mençur edhe për sa i përket shëndetit fizik, dhe të mos neglizhosh se së fundmi sikur e ke lënë pak pas dore. Duke ju dedikuar totalisht impenjimeve, angazhimeve intelektuale, sikur ke abuzuar pak me shëndetin, me trupin tënd, duke e lodhur më shumë se ç'duhet. Edhe trupi, fiziku yt ka nevojë të shplodhet paksa, apo jo? Peshq, bura gra qofshi, mendja e shëndosh, në trup të shëndosh, ka thënë populli.